Keni flokë të dobët dhe të thatë, provoni këtë maskë dhe do befasoheni. Mesatarisht flokët të rriten rreth gjysmë inçi brenda 30 ditëve. Me rritjen e flokëve ndikojnë shumë faktorë, përfshirë shëndetin, mirëqenien, gjenet e të tjerë. Bimë të caktuara që mund të bëjnë t'i rritni flokët më shpejt dhe gjithashtu edhe ushqimi i mirë. Sidoqoftë, ndryshe nga ilaçet që nuk kryen punë, këtu ju do të keni një recetë se si të përshpejtoni procesin e rritjes së flokëve vetëm me përbërës që i keni në shtëpi. Ju duhet 2 lugë gjelle vaj ricini, 1 të verdhë vezë, 1 lugë gjelle mjaltë. Të gjithë përbërësit i përzini bashkë dhe produktin e fituar e aplikoni në flokë. Flokët më pas i mbuloni me një qese dhe i lini ashtu për 2 deri në 4 orë. Pas 2 apo 4 orëve, flokët i pastroni me shampon dhe me zbutësin e flokëve. Këtë proces ju duhet që ta përsërisni të paktën 1 deri në 2 herë në javë për plot 2 muaj.